U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë që i kemi gjithmonë të ndryshëm ku trajtojmë edhe tema të ndryshme. Duke pasur parasysh se në qytetin e Shkupit po mbizotrojmë mbeturinat kudo. Nuk janë të pastruara, nuk janë të mbledhura dhe mund të themi lirshëm se plerrat janë bërë sa një malë. Dhe këtu pikërisht me mua në studio kemi Eriona Gjoncari Shaqiri, mikrobiologe. Përshëndetje doktoresh, mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje Rehan, faleminderit për ftesën. Mund të na thoni se si e shihni ju këtë që po ndodh në qytetin e Shkupit, ditë të tëra pa pastrim dhe siç e theka edhe më herët, mund të themi lirshëm se mbeturinat janë bërë sa malet. Rehan, ashtu si çdo qytetar, është një situatë për të ardhur keq, tregon se ne si popull çfarë ndërgjegjësimi kemi, çfarë kulture kemi. Në shekullin e 21 të jetosh në mes të plerave që thua ti janë bërë sa një malë, duket hapur që edhe ne si individ, por edhe sistemet shëndetësore, të ekologjisë, arsimore, lënë shumë për të dëshiruar. Kontenierët me shumë plera janë kushte ideale për të gjitha llojet e minjve, të insekteve, të cilat kanë atë fazën e tyre të zhvillimit dhe të ciklit jetësor që në bazë të kushteve atmosferike, kur bie shi, kur ngrohen temperaturat, ata krijojnë kushte ideale për të shumuar. Insektet, mishkonjat për shembull gjatë periudhës së pranverës shumohen me shpejtësi, por në rastin ton neve edhe mediat kanë ngritur çështjen e minjve, edhe ata shumohen me shpejtësi. Tani se si ndikon në shëndetin ton, ndikon në shumë mënyra. E para punës nga ana psiqike, nga ana sociale, nuk është në rregull që ne sa të dalim tek nga dera e shtëpisë të shikojmë papastërti shumë të madhe. Ajo indirekt ndikon në rritjen e stresit, edhe në atë pasigurinë që jetojmë në një shtet që nuk kalohet më në ato shtetet që janë me zhvillim të mesëm drejt zhvillimit më të përparuar, po kthehemi shumë hapa pas. Ndërkohë nga ana shëndetësore është një çështje tjetër, sepse kur popullata e këtyre minjve apo insekteve të padëshiruara rritet në një mënyrë aq të madhe, atëherë është krejtësisht e supozuar që mund të priten infeksione të ndryshme, që ata mbartin parazit, baktere, viruse, të cilat në disa raste mund të kalojnë edhe mund të ketë njerëz që kanë kaluar një infeksion prej tyre, por në disa raste mund të kalojnë në mënyrë të padiagnostikuar, në mënyrë asimptomatike, po ka edhe lloje virusesh ose bakteresh që shkaktojnë infeksione që përfundojnë me fatalitet. Doktoresh, a duhet të friksohemi nga kjo gjendje? Patjetër, ne duhet të friksohemi nga shumë aspekte. Ne duhet të friksohemi, të marrim rastin, të futem në fushën time, në fushën e mikrobiologjisë, të marrim rastin, ne duhet të friksohemi njëherë nga infeksionet që mund të ndodhin. Janë viruse, për shembull ka disa lloj virusesh që transmetohen nëpërmjet ajrit. Do të thënë, neve viruset ose bakteret i marrim ose nëpërmjet ajrit ose nëpërmjet kontaktit nga ushqimet e ndotura, nga duart e palara e tjera. Tani rreziku më i madh që mund të mendojmë është që popullata e minjve të jetë aq e madhe, sa që fecës e tyre, ata ta mbartin virusin, për shembull hantavirus, ata ta mbartin virusin, popullata e minjve të jetë aq e madhe, fecës e këtyre minjve të kalojnë nëpër pluhur, pastaj nga era i gjithë pluri thithet nga njerëzit që qarkullojnë në parqe ose nëpër rrugë. Ky është skenari më i keq. Do me thënë që mund të ekzistoj, që unë besoj që edhe institucionet përkatëse, personeli i higjienës komunale duhet të dalë në terren dhe duhet të ndaloj këtë epidemi të plerave, por ka raste të tjera tani që popullata të tjera janë në rrezik. Do me thënë,
njerëzit që punojnë me menaxhimin e plerave. Njerëzit punëtorët që punojnë në higjienën komunale janë në rrezik të vazhdueshëm prej plerave, sepse edhe po të marrim se si duket ndërtimi i kontenierëve, ato fakti që plerat janë të hapura, qeskat janë të hapura me ushqime, me lloj mbeturinash që njerëzit i hedhin, tregon që ato nuk janë të hedhura në mënyrë adekuate nga njerëzit. Do me thënë, e para punës ka një mungesë vetëdijsimi. E dyta, nuk ka një rekomandim se si duhet të duken këto plera, edhe pse janë të hedhura jashtë kontenierëve, për shembull. Ato duhet të jenë të mbyllura në qeska dhe janë të izoluara. Këtu, në këtë aspekt, i përket individit që i hedh plerat në rrugë, të di se si duhet të hidhen ato plera, që edhe në qoftë se ekzistojnë jashtë kontenerëve, sepse për arsye të ndryshme teknike apo keq menaxhimi mund të mos largohen derisa të zgjidhet çështja. Po fakti që plerat janë me qeska të hapura në mes të rrugës tregojnë që ne nuk dimë se cilat janë pasojat dhe se si menaxhohen plerat nga shtëpia deri tek kontenieri. Pasi që ju cekët edhe punonjësit e higjienës komunale, dhe më thonë, ato janë të themi më të rrezikuar për arsye se janë të drejt për drejt aty që duhet i pastrojnë. Çfarë duhen të kemë parasysh punonjësit? Për mendimin tim, do më thonë, po edhe ashtu duhet jetë se cili punëtor në secilin vend pune duhet të ketë një farë trajnimi se çfarë rreziku i pret. Do me thënë se cili nga ne kur shkojmë në një vend pune duhet të dimë se cilat rreziqe ne na prekin shëndetin ton. Ata duhet të më kenë masa mbrojtëse, sidomos maska, veshje speciale për të mbledhur plerat, po në një farë mënyre edhe për mendimin tim edhe duhet të reagojnë tek shefat e tyre që të merren disa masa për të dhënë mesazhe në popullat për mënyrën se si mblidhen plerat. Patjetër që janë të rrezikuar, sepse ata janë në kontakt drejt për drejt me aromën, me ajrin e prej tyre, mundet në momentin që i tërheqin ato plerat të mos jenë kushtet e duhura, mund të ketë aty kontakte të drejt për drejta me minj, le të themi, do me thënë janë të rrezikuar. Përveç punonjësit, kush është më i rrezikuar në këtë situatë? Fëmijët, të moshuarit, të sëmurit kronik, të themi, apo të gjithë ne si qytetarë? Normalisht fëmijët që luajnë në përparqe, që janë të pa informuar ose të pa edukuar nga prindrit e tyre, në përgjithësi fëmija kur nuk e njeh rreziqet mundohet të luajë me matse, me qenë, po ndonjëherë siç ishte edhe një rast që u bë viral me miun. Ata, domethënë si çdo njeri i pa që shkon tek rreziku ka rrezik. Normalisht kur luan në përparqe mundet të kafshohesh nga minjt, nga insektet, nga shumë lloje. Domethënë ata që janë në kontakt me parkun edhe mund të rrezikohen. Normalisht njerëzit me sëmundje kronike, çdo lloj infeksioni e përballojnë më rënd. Nëse vihet të re, për shembull në këto, siç i përmenda, këto infeksione siç janë hantavirusi apo leptospiroza, salmonelloza, që përveç burimeve të tjera, njëra nga këto është edhe transmetimi nëpërmjet feceve të minjve, ata rastet që kanë arritur në klinik mund të jenë shumë të rralla, sepse deri tani në shtetin ton nuk ka pasur epidemi që neve të informohemi në raste kur ka epidemi, mblidhet Komisioni për Sëmundje Infektive dhe ne informohemi në mënyrë automatike të gjithë për një situatë epidemike në mënyrë që të gjithë institucionet të angazhohen me resurset e tyre për të menaxhuar epidemin. Do me thënë rastet mund të kenë qenë sporadike,
por deri tani ne nuk kemi pasur alarm shëndetësor nga Ministria e Shëndetësisë që jemi në rast epidemie. Pavarësisht se situata në pamje duket e keqe, shumë e keqe, po të them. Për syrin e njeriut, do me thënë ajo është e papranueshme për çdo rast, neve nuk kemi raportime që ka ndodhur ndonjë person, ndonjë pacient me sëmundje që shkaktohen nëpërmjet minjve. Këtu ka edhe diçka që kur bëhen raportimet, ajo pasi bëhet diagnostika në laborator. Duke mos pasur me vite pas raste të tilla, kapacitetet laboratorike për sëmundje të tilla, për detektime të sëmundje të këtyre baktereve, viruseve që mund të jenë të rralla, edhe kanë humbur rutinën. Do me thënë duhet një alarm që neve të krijojmë kapacitetet për të siguruar reagenca që të testojmë në mënyrën e duhur. Disa lloj bakteresh që mund të transmetohen nëpërmjet minjve. Doktore Eshe, mund të na thoni se kjo aromë e rëndë, të themi mi të gjërat, a mund të themi që këto plehra që themi edhe në fillim si malet, ndikon edhe në ajrin ne që thithim? Po e thash, e përmenda disa herë, do me thënë që patjetër që ndikon, sepse supozoni në shtëpi kur keni një qesk të vogël edhe aty keni lënë bukën disa ditë. Do me thënë, buka krijon myk, myku ka ato sporet e veta dhe transmetohet nëpërmjet ajrit. Tani, patjetër që ndikon, po unë nuk, po tani çështja është, a është aq e madhe në mënyrë që të preki shumicën e njerëzve. E kupton, neve tani, po të themi që sëmundjet respiratore, do me thënë sidomos në këtë sezon që jemi, ka shumë pacient që shkojnë nëpër mjekët familjar edhe ankohen për shembull për infeksione të sistemit respirator, për koll, për dhimbje koke, për temperaturë, për lloj sendesh. Do me thënë, është një mos diagnostikim, do me thënë, e trajtojmë në mënyrë simptomatike pacientin. Ulin temperaturën, e japin diçka për dhimbjen e kokës dhe nuk shkon diagnostika në mënyrë aq të thellë sa ne të kërkojmë për shembull leptospirozën, të kërkojmë hantavirusi, të kërkojmë ato baktere që literatura i ka treguar që transmetohen nëpërmjet minjve. Ato lloj bakteresh për shembull që mund të transmetohen nëpërmjet minjve janë shumë të vështira për të kultivuar në laborator. Kryen në laboratoret kërkimore për qëllime kërkimore. Kurse testet e shpejta, me thënë, nuk kemi qenë neve të alarmuar më përpara ose që pritet një farë epidemie prej leptospirozës ose pritet hantavirusi. Edhe nëse ka diçka të tillë, ato menaxhohen në Institutin e Shëndetit Publik edhe në klinikën e sëmundjeve infektive. Doktore, mund të na thoni se sa kohë duhet që një situatë e tillë të kthehet në rrezik, të themi real për ndonjë shpërthim epidemik? Do me thënë, shpërthim epidemik prej plerave, prej informacioneve, prej infeksioneve, do me thënë varet nga periudha e inkubacionit të X mikroorganizmi dhe varet se sa virulent është ai mikroorganizmi. Do me thënë, ta marrim pak qasjen më me pozitivitet, dhe të menaxhojmë në momentin kur situata është e pamenaxhueshme ose është e menaxhueshme, ne të nisemi nga vetja. Do me thënë, në çfarëdo lloj epidemie që mund të ndodhë, ose siç ishte rasti për Covidin me pandemi që u krye, individi ka rolin e vet në zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Do me thënë, se sa kohë duhet, ajo është e paparashikueshme. E para punës ne ato infeksione të hantavirusi që thash, leptospiroza, apo disa virusi që shkaktojnë meningit,
Me thënë, ato nga që nuk kemi vend që jemi endemik për këto zene, për këto llojet, ne nuk kemi studime të kryera. Megjithatë, unë do të thosha që janë të mundshme, çdo gjë është e mundshme. Prandaj, a do zhvillohet epidemi apo jo, kjo varet edhe nga vetë neve se si e menaxhojmë veten tonë. Domethënë, në këto kushte ku patjetër që janë alarmuar dhe ekspertët kanë dalë në terren, sepse kjo çështje po flitet gjithandej, unë do ju lutesha që ne si individ të mundemi të menaxhojmë atë pjesë që neve na takon. Domethënë, plerat kur t'i hedhim, t'i vendosim në qeska të mbyllura, kryesisht jenë të mbyllura me litar ose me diçka ngjitës, në mënyrë që mos të edhe punëtori kur të vej të shkoj ta marri, ai ta mbledhi ashtu siç duhet. Domethënë, nëse plerat janë të hedhura jashtë kontenierëve, edhe të hapura jashtë kontenierëve, tani kjo nuk është në rregull. Por nga ana tjetër, edhe popullata që bëhet të vetë ndërgjegjësohet, duhet dikush nga ana ligjore ose dikush për shembull në nivel komunal ose institucionet përkatëse me të marrin masa. Të japin edhe mesazhe, për shembull mund të vendosin një pllakat atje tek vendi plerave, domethënë ju lutem plera të jenë të mbyllura me qesk. Domethënë kjo përbën rrezik për punëtorin shëndetësor dhe për ju. Kaq mjafton që të gjithë njerëzit të vetëgjyqësohen. Të themi pasi të pastrohet vendi, të mblidhen plerat, a duhet të dezinfektohen ato vende ku kanë qëndruar plerat? Po, tani kontenierët për të higjienës komunale duhet të ketë një protokoll se si duhet të vendosen, se si duhet të ruhen edhe se sa shpesh të dezinfektohen. Me thënë, kontenierët në përgjithësi duhet të jenë në zona me hije, duhet të jenë të mbuluar, duhet të jenë që mos të bjerë shiu sipër, sepse ato kur bie shiu edhe ushqimet edhe mbeturinat, ajo është masa më e mirë për të shumuar insektet apo mishkonjat në kohën kur e kanë mishkonjat. Domethënë patjetër që ka kushte. Tani se sa realizohen këto kushte, ne shohim të gjithë. Ato duhet të jenë kontenierët, duhet të jenë në zonat asfaltuara, jo në vende me balt ose me të parregullta, duhet të kenë akses shumë të afërt për kamionët edhe për personelin e pastrimit dhe normalisht nuk duhet të lejohet të mbushen shpejt. Varet nga sezoni, sektorët e higjienës komunale duhet të kenë protokoll për pastrim dhe deratizim të kontenierëve. Nëse kontenieri është i qarë, patjetër që duhet të ndrohet me një kontenier të ri. Tani këto janë ato kushtet që duhet. Se sa realizohet, edhe ju dhe ne shikojmë personalisht që bashkë nuk është ashtu se siç duhet. A mund të themi që mund të preken edhe tregjet e hapura? Por ka frute, perime që mund të themi janë afër plerave aty ku qëndrojnë. Shiko, në vendosja e plerave ka rregull dhe kjo është e rregulluar me ligj që kanë një largësi të caktuar prej por sa respektohet ajo rregull? Banesave, po në përgjithësi duhet të respektohet, por atje ku ka tregje, për shembull, edhe vetë ai personin që punon te tregu e bën grumbullin e plerave afër frutave të veta. Domethënë prapë është tek individi se sa në rregull e mbajmë. Në momentin që ne e shikojmë këtë situatë me plerat, me kontenierët të mbushura në fakt është gjithë shkupi i mbushur plot, atëherë mund të mendohet, mund të supozohet që mund t'i kemi në për kopshte, në për bodrume, në për markete, gjithandej mund t'i kemi. Përsa u përket tani proceseve të dezinfektimit, normalisht të gjitha institucionet kanë protokoll për dezinfektim dhe deratizim. Ato kanë një kornizë se sa shpesh me ligj duhet të dezinfektojnë dhe të bëjnë deratizimin e institucioneve të veta. Ajo që që vlen që duhet bërë, por nuk e di sa bëhet, është në organizimin nëpër pallate për shembull. Në çdo pallat ka bodrume.
nuk e di se sa të organizuar janë njerëzit në pallate që të mund të organizojnë desinfektim dhe deratizim të podrumeve. Do me thënë, këtu është diçka, do më shembull që nuk e di, do me thënë edhe në të ardhmen nga komuna mund t'i lidhin pak njerëzit më shumë me përgjegjësitë ligjore, sepse nëse lihet çdo gjë vetëm në rast individual, ajo është diçka që njerëzit shikojnë punët e tyre dhe nuk mund të organizohen. Ose dikush normalisht ato duhet të paguen, dikush do thotë kjo nuk mundem, edhe shumë shkaktar të tjerë. Do me thënë, mirëmbajtja e pallatit në momentin që një banor është futur në një pallat, aty ka disa hapësira publike të përbashkëta ku duhet të respektohen nga të gjithë banorët dhe normalisht duhet të mirëmbahen ato zona. Patjetër. Doktoresh, ju e cekët pak, a ndikon kjo ndjenjë papastërtie edhe në shëndetin ton, në stres, ankth dhe nervozizëm? Po, të them të drejtën, historia ka treguar që ne mundemi të përballemi me çdo gjë. Do me thënë, nëse po çështja e plerave nuk është sot, ka edhe më shumë. Pastaj rregullin rujtjen e ambientit jetësor, po të shkojmë për shembull ti Rehan në përparqe, juve shikoni se në fund të ditës parku është plot me letra. Në me thënë, në një farë mënyre, vetë njerëzit mund të jenë mësuar me atë hith vënd e pa vënd. Prandaj, unë nuk besoj se njerëzve mund të ndikonte shumë në stres kjo çështja e plerave, sepse po të kishin një farë stresi që ta e detektonin që ai ishte shkaku kryesor, po dhe do ishte ngritur ndonjë shoqëri, do ishin ngritur 5 veta që të vendosnin, ta ngrinin çështjen e plerave. Kjo mund të ndodhë për shembull, jo vetëm me plerat, po me shumë çështje që i përkasin hapësirave publike. Mund të ndodhë në pallatin ku je, aty mund të ndërtohet diçka që prish rendin, ndriçimin e pallatit, edhe ne jemi persona që nuk e ngrem zërin. Mund të ndodhë për shembull te parku ngjitur mund të ndërtohet në një ndërtesë që nesër pas nesër do ketë efekte anësore te plerat, te qarkullimi i ajrit, te kajrosja e lagjes. Ne prap nuk e kemi ngritur asnjëherë zërin, ose unë s'kam dëgjuar të tillë. Do me thënë, jemi një popullat që pranojmë çfarëdo lloj që vjen, ama indirekt ndikon. Ndikon në momentin kur kalon mosha, organizmi plaket, fillojnë ato sëmundjet kronike të vinë të shfaqen, që ato do e kalojmë të gjithë, edhe në ato momente kur je në moshë më të kaluar tek të moshuari, do me thënë që ke nevojë të bësh një shëtitje rreth pallatit ose në park se aq ta lejon shëndeti fizik, atëhere ajo situatë është e pakëndshme dhe t'i kthesh sendet në vend është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Edhe pse ju në çdo përgjigje, çdo pyetje që ju a kam bërë, keni dhënë nga një mesazh, por në fund cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë shkupianët për këto ditë që janë me plehra, të themi, i gjithë qyteti i Shkupit. Siç e ceka ju e dha, domethënë është shumë varet edhe nga vetë individi. E vetmja gjë që unë mendoj që është më prioritare për të gjithë banorët e kudo që janë, është që plerat e tyre t'i mbyllin në përqeska në mënyrë të tilla që mos të hapen dhe ashtu t'i hedhin në për plera. Kjo ishte një mesazh shumë domethënëse, domethënë gjithçka varet nga ne vetë si individ, si i hudhim ne mbeturina, të themi, në koshin e plerave, duhet të kemi parasysh se me atë mbeturin ne mund të bëjmë edhe dëm të tjerëve, por edhe ambientin në të cilin ne jetojmë. Ju faleminderit shumë doktoresh që ishit pjesë e misionit të Ritmi i ditës, shpresoj që edhe ndonjëherë tjetër do kemi rastin të bisedojmë gjëre gjatë për shumë gjëra, për gjithmonë nuk na keni refuzuar, keni qenë për ne, për mediumet tona, për çdo pyetje që kemi kërkuar nga ju keni qenë gjithmonë pranë nesh. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit, Reja.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotme, kështu që mua nuk më ngel të gjë tjetër përveç se të ju përshëndes, të ju dëshiroj një ditë të këndshme dhe shihemi ditën e nesërme nga ora 8 deri në ora 10. Mirëmbëjtje.